Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriu njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Fillimisht dua të ndaj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriu njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analize kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh. Edhe për faktin që këto vrasje ndodhen pikërisht në javën kur shënojmë 26 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s në Kosovë për ta ndalë gjenocidin e Serbisë dhe përkujtojmë masakrat e njëpasnjëshme të aparatit shtetëror të Serbisë që synonte shfarosjen e popullit shqiptar.